Procesi i integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian ka shënuar një moment kyç pas zhvillimit të konferencës së fundit ndërqeveritare në Bruksel. Delegacioni i BE-s në Tiranë bëri të ditur se janë përcaktuar kriteret përmbyllëse për grup kapitulli 1, i njohur si themeloret, një hap që konsiderohet si një përparim i dukshëm në rrugën e negociatave. Ky grup kapitull, thelbësor për procesin e antarësimit, përfshin çështje jetike si funksionimi i institucioneve demokratike, reforma në administratën publike dhe përmbushja e standardeve ekonomike të Unionit. BE-ja dhe Shqipëria arrin një moment të rëndësishëm në negociatat e antarësimit me përcaktimin e kritereve përmbyllëse për grup kapitulli 1, themeloret, thuhet në reagim. Ky zhvillim është përshëndetur edhe nga përfaqësuesit diplomatik të vendeve anëtare, të cilët theksojnë se përparimi në këtë fushë do të diktojë ritmin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Ambasadori gjerman Karl Bergner, një ditë më parë në reagimin e tij, e vlerësoi këtë si një hap vendimtar, duke nënvizuar se shteti ligjor, mbrojtja e të drejtave themelore dhe një demokraci pluraliste janë thelbi i vlerave europiane. Kësaj, hapat përpara në lemin e themeloreve përcaktojnë shpejtësinë e Shqipërisë në rrugën drejt BE-s, tha ai. Në të njëjtën linjë, ambasadori holandez Reinout Vos vuri theksim te rëndësia e pakompromise reformës në drejtësi, duke e cilësuar këtë si një parakusht të panegociueshëm. Respekti për pavarësinë e gjyqësorit dhe përpjekjet e papenguara kundër korrupsionit, përfshirë rastet e nivelit të lartë, janë parakushte të panegociueshme për progresin e Shqipërisë në procesin e antarësimit në BE, thuhet në reagimin e Vos.